Shpesh, pa tjetër që se cili nga ne e ka jetën dhe lidhur jo vetëm me prindërve, por edhe me motrën apo me vëllain. Marrëdhënie shumë e rëndësishme e cila shënjon jetën tonë. Aq më tepër kur mendojmë që kemi një vend të ngrohtë në të cilën ne mund të rrëfehemi qoftë kur jemi të gëzuar, por qoftë edhe kur jemi në vështirësi. Motra dhe vëllai besoj që janë vendi më i përkryer që mund të kemi për të rrëfyer, për të shprehur dashurinë ndaj njëri tjetrit, por nga ana tjetër shpesh ka edhe pikpyetje që janë vërtet kaq të rëndësishme deri kur, deri në çfarë moshe, a i reziston kohës kjo marrëdhënie kaq e rëndësishme mes këtyre dy njerëzve, edhe kur ata bëjnë familjen e tyre, kur krijojnë familjen e tyre, ka një ndërthurje edhe një ndërhyrje të raportit që kanë me njëri tjetrin. Këto dhe shumë pikpyetje të tjera ne do kemi kënaqësi të diskutojmë në studio me psikologen Valbona Majkli. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj shumë edhe më pëlqen shumë tema, sepse marrëdhëniet motër ose motër-vlla janë një ndër marrëdhëniet më të rëndësishme dhe më unike, edhe që mendoj që janë ato marrëdhënie që ne do të na arrisin në identitetin tonë, në marrëdhëniet tona sociale me të tjerët, me empatin. Pra kemi shumë, është një udhtim sa i bukur, normalisht është edhe sfidues, por që motra dhe vëllezërit janë ata që janë aty në përgjithësi për të na mbështetur, për të na përkrahur, edhe për të na dhënë një dashuri të pakushtëzueshme, normalisht, edhe pse ka luhatje gjatë jetës tonë në varësi të dinamikave familjare. E qartë, Valbona, megjithatë ka 3 kombinime, ka vlla-vlla, motër-motër dhe motër-vlla. Cila prej këtyre është më e rëndësishme, pavarësisht se ne do të marrim analizë ditën e sotme motër-vlla? Patjetër, unë personalisht thjesht dua të ndaj edhe një diçka personale, unë kam motrën time që kam binjake. Pra ajo është 5 minuta më e madhe se unë, ngjajmë shumë. Dhe normalisht si binjake, të qenurit binjake ka disa veçori të tjera që normalisht një motër nuk i ka. Kështu që unë personalisht, duke folur për përvojën time personale, të qenurit binjake ka qenë një ndër dhuratat më të bukura që Zoti më ka dhënë për të pasur një motër. Normalisht, e dini që edhe të marrëdhëniet binjake, edhe pse për shembull binjaket janë larg njëra tjetrës vetëm 1 minutë ose 2 minuta, normalisht ka shumë ndryshime. Domethënë gjithmonë është fëmia e parë që ka të ndjesinë e leadershipit, ndjesinë e të drejtuarit për të dhënë atë mendimin, edhe pse mund të jesh 1 minutë ose 2 minuta larg. Interesant. Është shumë interesante, po kjo ndodh sepse e din se kush është më i madhi, nëse do të kishin ushqyer të kundërtën, do të funksiononte një gjë? Patjetër. Pjesë e saj është edhe mënyra se si prindrit i kanë trajtuar, dhe normalisht po të shikojmë, studimet e shumta kanë treguar që në përgjithësi 95% e fëmijëve që lindin, pra janë të parët në radhën e motrave dhe vëllezërve, janë ata që drejtojnë më shumë, janë ata që janë më të arsyetueshëm, edhe që i vendosin pikat mbi i, siç themi ne. Kurse fëmia e dytë gjithmonë është më i talentuar, ka më shumë talente, është më social me të tjerët. Pra vihet re kjo, shkencëtarët e kanë vënë re këtë ndryshim midis rendit të lindjes. Megjithatë, Valbona, pak më herët përmendë fjalën leadership. Dhe shpesh, në fakt, nëse bëjmë një rezume të jetës së gjithë qytetarëve shqiptar në faza të ndryshme, patjetër që në një moment të caktuar në kohën e komunizmit, fëmia i parë do ishte ai që do të ishte lideri, dhe si thuash, shpesh është konsideruar si edhe në vend të babait apo të nënës për shkak të diferencës së moshës. A jemi sot në të njëjtat kushte sa i përket rëndësisë edhe marrëdhënies që ka motra me vllain, motra me motrën, vllai me vllain, nëse krahasojmë periudhat caktuara kohore të Patjetër sot kemi evoluar më shumë.
në fakt, në kohën e komunizmit, gjithmonë ishte kjo idea që, sidomos kur linte një djalë, që ati do t'i jepeshe më tepër vëmendja, më tepër, duhet të dime diçka tjetër, që prindrit shpesher nuk e kuptojnë, ose ndoshta dhe e kuptojnë, por e kanë bërë si të normalizuar që shpesher dashi pa dashi krahasojnë fëmijët e tyre. Pra, fëmija i parë është ai që, sidomos nëse është djalë, kjo ka qenë në kohën e komunizmit, pra jepnin më shumë vëmendje, më shumë... Për shkak edhe të qenurit patriarkal, ndoshta. Patjetër, më shumë fjalë afirmuese, më shumë pra ideja që ti mund ta bësh këtë gjë, ti je le të themi një djalë me shumë potencial, që ti duhet të mbash familjen, pra këto fjalë afirmuese gjithmonë kanë qenë, kurse për një vajzë në ato kohë fjalët afirmuese kanë qenë më të pakta, për shkak sepse edhe thjesht roli i saj ndryshonte nga roli i një djali, sepse ajo kur të arrinte një moshë caktuar do shkonte te bashorti vet, pra nuk do e kishte këtë lloj miratimi të prindërve në përgjithësi në krahasim me djalin. Kurse sot unë mendoj që prindrit janë bërë shumë të ndërgjegjshëm për të kuptuar që si djali, si vajza kanë unicitetin e tyre, kanë potencialin e tyre, kanë talentet e tyre dhe kanë kuptuar që sa më shumë ti jep vëmendje të kohës cilësore secilit prej fëmijëve, kur ti jep fjalët afirmuese, pra shpeshherë çdo fëmijë ka unicitetin dhe është shumë bukur që prindrit sot unë kam vënë re që edhe statistikat tregojnë që prindrit kalojnë kohë me secilin prej tyre dhe tregojnë veçoritë e tyre të veçanta pra për secilin prej tyre, gjë që i bën fëmijët të ndjenë të kenë një vetbesim më të lartë për veten e tyre. Kështu që prindri është ai që luan dinamikën kryesore tek në marrëdhënie me motër ose motër vlla. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, Bona, pavarësisht le të themi periudhave që po flasim para viteve 90 apo pas viteve 90, që sigurisht ka ndryshime mes marrëdhënieve motre vlla, ajo që mbetet e pandryshuar është qasja që ata kanë me njëri tjetrin në kuptimin e dashurisë që e japin njëri tjetrit. Në fillim, kur janë të vegjël, pavarësisht se kush është më i madh, është ai që kujdeset për tjetrin, kur bëhen adoleshent, njëri bezdis tjetrin, kur rriten më shumë, i bëhen të pandashëm, duke qenë se kuptojnë në fakt edhe ç'është jeta, edhe më pas vjen një periudhë që ndoshta nuk e shohin me njëri tjetrin për sa kohë do të ndahen edhe do të jetojnë në shtëpi të veçanta. Por kur vjen puna tek dashuria që thonë që kush ka një motër ka botën, por edhe është edhe e kundërta, edhe kur thonë që kush ka një vëlla ka botën. Megjithatë, kush është më i rëndësishëm, motra për vllajin apo vllai për motrën? Shikoj, po të shikojmë mënyrën se si është formuar roli i një mashkulli dhe roli i një grua, pra një vajze, është shumë ndryshe. Pra në përgjithësi, motrat janë më empatike, kanë këtë ndjesinë e përkujdesjes, të dëmshurisë, të dëgjimit, pra të dëgjimit aktiv. Motrat e kanë ju vjen më natyrshëm, sepse është pjesa femërore, është mënyra se si një grua, një vajzë është formuar në krahasim me një djalë ose një burr. Kështu që janë vajzat ato që i tregojnë shumë dashurinë në një mënyrë siç është për shembull fjalët afirmuese ose edhe përkujdesja, veprat e shërbimit. Pra që ajo është më tepër pra e tregon në mënyra të ndryshme, duke le të themi nëse një motër dhe një vëlla jetojnë të dy në një shtëpi përpara se të martohen, pra kur motra është gjithmonë ajo që mund t'i bëjë mëngjesin vllait të vet, ose mund t'i kurosë një këmish, ose kurse vllai nga ana tjetër mashkulli ka të aftësinë mbrojtëse, pjesën protektiv, pra dhe është një gjë shumë e bukur që në fakt motrave u pëlqen deri në një farë pike, sepse duhet të kalon në kontroll, pastaj unë njoh shumë, sidomos kur kam qenë adoleshente, njëja shumë pra motra vëllezër, ku vëllezërit ishin, domethënë e kalonin çka pjesën protektive dhe bëheshin më tepër kontrollues. Tani ne nuk e di nëse është thënie shqiptare apo është universale, po është një moment që thuhet që motra për vllajin lë kokën, ndërsa vllai për motrën shkatron botën.
Shumë do me thënë se nëse marim të spjeguar në analizën që bët ju, ndërsa se përket marrëdhënies, sa mund tjetë një marrëdhënie shumë e afërt, pra shumë e çiltër, shumë e hapur nga motra me vëllain, kam përshtypjen që mund të ecim me atë parimin që vllai nuk është gjithmonë në anën time, por është gjithmonë në zemrën time. Është shumë e vërtet. Doja që të theksoja diçka që nëse një marrëdhënie vëlla dhe motër funksionon shumë mirë në adoleshencë edhe në kohën e rritjes së tyre, atëherë ka më tepër gjasa që motra do ketë një marrëdhënie shumë të mirë me bashortin e vet, për arsye sepse ka pas një marrëdhënie shumë të mirë komunikuese me vllajën e vet që është e një gjinie tjetër. Arrin të kuptoj ndoshta edhe gjininë mashkullore më shumë. Patjetër, pra sa më shumë marrëdhënia motër-vlla është një marrëdhënie e shëndetshme që komunikohet, që ku falet, ku arsyetohet, ku ndihmojnë njëri tjetrin, kur kalojnë kohë me njëri tjetrin, atëherë motra dhe vllai do jenë dy të rritur të shëndetshëm edhe në marrëdhëniet e tyre me çdo tjetër, pra jo vetëm me partnerët e tyre të ardhshëm, por gjithashtu edhe me kolegët e tyre, pra aftësitë sociale. Sa më shumë motra dhe vllai ose motër vlla ka një marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin, aftësitë e tyre sociale do jenë të jashtëzakonshme me njerëzit e tjerë në karrierë, në punë, me miqt. E qartë, po kur vjen puna tek këto problemet le të themi adoleshencës, a është e thjeshtë që një motër të hapet më lehtë me vllajin apo një vlla më lehtë me motrën se sa nëse do të kishin le të themi motër edhe vlla? Tani, për të qenë realiste, në kulturën tonë, nuk është e tillë. Unë personalisht kam jetuar në dy vende të ndryshme, kam jetuar edhe në Shqipëri, kam edhe një pjesë të jetës time kam kaluar edhe në Amerikë dhe kam parë pak a shumë që kemi ndryshime normalisht sepse ka të bëjë me traditat, ka të bëjë me kulturën, por që vjetre normalisht që marrëdhëniet më të ngushta janë ato motër-motër, dhe normalisht është rritur numri i motrave dhe vëllezërve ku motrat dhe vëllezërit janë më të hapur dhe më empatik. Pra janë por dua ta theksoj që mbizotron më tepër marrëdhënia motër-motër. Edhe vlla, pra po themi dy gjinit e kundërta nuk duket deri në një pikë arrin të gjejnë një lloj sigurie apo një lloj patjetër, po të shohësh pjesën e adoleshencës, le të themi, nëse një motër do shkojë tek vllai vet për të treguar një problem të saj që shpeshherë marrëdhëniet në adoleshencë, pra problemet që një adoleshent kalon janë të shumta, mund të jetë një marrëdhënie jo e shëndetshme me një, le të themi, me një djalë ose një marrëdhënie ose një varësi që mund të ketë, pra ka shumë sfida pra që kalojnë nëpërmjet adoleshencës dhe nëse vllai në këtë rast nuk arrin të ketë një qasje të një dëgjimi aktiv edhe të një empatie edhe që thjesht ta lejoj motrën që të flasi pa e pargjykuar ose pa vendosur ato pikat mbi për të thënë që unë do ta rregulloj për ty ose ti duhet të ndryshosh etj, atëherë nuk ka më një komunikim më vonë. Dhe kjo është sekreti një marrëdhënie të shëndetshme, jo vetëm nëpërmjet një marrëdhënie motër-motër ose motër-vlla, por në çdo marrëdhënie tonën, kur ne kemi një vesh dëgjues aktiv që dëgjojmë tjetrin me sfidën që kanë. Specifikisht Valbona edhe me prindrit, sepse patjetër. Ndjes që ju pyes kështu drejt për drejt, ju keni fëmijë? Po, kam 3 fëmijë. 3 fëmijë ti keni me jetër gjatë. Po, shumë faleminderit. Ju pyes sepse patjetër që prindrit kanë përshtypjen që janë baza kryesore edhe të marrëdhënies që kanë fëmijët me njëri tjetrin, pra po flasin motrat apo vëllezërit. Nëse dy prindër nuk arrin do të komunikojnë me njëri tjetrin, fëmijët janë si sfyngjer, ata e thithin atë energjinë që shikojnë tek prindrit e tyre.
nëse prindit arrin të zgjidhin konfliktet me njëri tjetrin, është shumë e thjesht për marrëdhëniet motër dhe vëlla të zgjidhin konfliktet me njëri tjetrin. Dhe ne duhet kuptojmë edhe këtë pjesën tjetër, që në marrëdhëniet motër-vëlla mund të ketë xhelozi, është pjesa e krahasimit që është shumë e madhe, ka shumë prindër që shpeshherë kur bëjnë krahasime midis fëmijëve të tyre. Që prindërit shqiptar nuk është se i kursejnë shumë krahasime. Nuk i kursejnë, është shumë e vërtet. Çfarë ndodh? Dashe pa dashe, djali ose vajza që ka marrë më pak vëmendje, ose i është thënë që vllai jot është më i mirë se ty, ose motra jote është më e mirë se ty, ajo merr nota të mira dhe ti s'merr, ti je nxënës jo i mirë, ose ajo ka një sjellje të mirë, ti gjithmonë rebelohesh. Personit që i thuhet, domethënë kur krahasohet vlerësimi ndikon në psikozën e formimin e tyre. Absolutisht që ndikon, edhe që do jeti dëmtuar ose dëmtuar për gjithë pjesën tjetër të jetës së saj ose të jetës së tij, në varësi të fjalëve që prindrit kanë thënë. Pra shumë e rëndësishme që prindrit të kenë këtë qasje, të kuptojnë që fjala vërtet ka potencial, por sjellja e prindërve është dyfish më e rëndësishme në jetën e fëmijëve. Pra, dy prindër që arrin të zgjidhin konfliktet me njëri tjetrin, sepse normalisht fëmijët mund ta shikojnë një konflikt që ndodh midis prindërve, mund të jetë një komunikim, thjesht edhe një ngritje zëri, po kur ti shikon që babai i thot babai nënës i thot të kërkoj ndjes që unë ngrita zërin, dhe fëmija e dëgjon këtë gjë, është shumë e thjesht për fëmijën që për ta kaluar këtë gjë dhe për të kërkuar ndjes vetë kur ka bërë diçka kundër motrës ose vllajt. Por nëse një baba, nuk e di, nuk arrin të zgjidhin problemet, pra një baba dhe një nënë nuk arrin të zgjidhin problemet e tyre, atëherë normalisht që do ketë shumë betejë të vogla dhe të mëdha midis që reflektojnë tek fëmijët, tek njëri tjetri. Patjetër. Megjithatë, një pjesë e pandashme, le të themi, e jetës së një motre të një vllaji janë grindjet, dhe pa diskutim ato janë, le të themi, në moshë të hershme, para adoleshente, le të themi, derisa ata fillojnë rritën dhe e kupton që janë grindur kot, por që është sidomos një pjesë shumë e bukur, kur ti shohësh që kur i sheh që grinden për gjëra, për shembull, që për prindërit janë në sens, ose për gjëra banale të tipit që pse ti do zgjedhësh atë krahun e makinës, unë do hipi këtej, ose ti krevatin më të mirë se unë këtej, dhe gjithmonë bëhet diçka shkak për t'u zënë. Kjo është një, le të themi, një pjesë e pandashme. Patjetër, është një pjesë e pandashme që tregon shumë normalisht edhe unicitetin, sepse unicitetin e njëri tjetrit, pra motër ose motër vlla, që nëpërmjet grindjeve ata tregojnë edhe pritshmëritë që kanë, edhe ëndrat që kanë, dhe dëshirat që kanë, sepse nuk është e thënë që dëshira që ka njëra motër e ka dëshirë dhe motra tjetër. Unë për shembull mbaj mend kur isha adoleshente që unë kisha shumë qef të vishja rrobat më të bukura. Kurse motra ime ishte, edhe pse ishte 5 minuta më e madhe, ajo gjithmonë ishte kështu easy going, domethënë ishte një person që thoshte s'ka gjë, thoshte. Pra, këto grindjet normalisht tregojnë një pjesë të brendshme të dëshirave që secili për nesh kemi. Por siç e theksova më përpara, që grindjet gjithmonë duhet të kenë edhe një pikë një pikë pajtimi. Nëse ne do lëm grindjet të jenë të pazgjidhura, ato do akumulohen edhe më vonë kur këta fëmijë që janë grindur nuk rriten dhe nuk e kuptojnë se si ta zgjidhin një konflikt, kur të jenë më të rritur, do e kenë shumë më të vështirë që për probleme më të mëdha të zgjidhin konfliktet midis tyre. Po mirë, a ndryshon marrëdhënia Valbona mes motrës dhe vëllait, motrës edhe motrës apo vëllait me vëllain, kur këta krijojnë familjet e tyre? Po patjetër, dinamikat ndryshojnë, patjetër kjo është në varësi të përparësive që ata kanë. Normalisht që kur një motër martohet ose motra tjetër martohet, përparësit ndryshojnë. Koha ndryshon, fokusin nuk, pra motra kalon, si të them, mirë, patjetër ndryshojnë përparësit, po flas në aspektin e vlerësimit që ka.
Pra, bëhet 1/3 si që mund tjetë bashkëshortja, apo bashkëshorti ndikues për të ndryshuar marrëdhënien që ke patur ti në mënyrë të vazhdueshme me motrën ose me vëllain? Kjo është në varësi të komunikimit që ato kanë me njëri tjetër, me buri, do më thënë bashorti. Kur ti vendos ke disa pritshmëri që do t'i kesh përparësi, normalisht ti duhet t'ja komunikosh bashortit në këtë rast, që le të themi nëse më përpara unë dilja me motrën time një herë në javë, që duat përsërit që të dalë me motrën time një herë në javë. Pra janë disa nëse ne kemi gjëra të rëndësishme në jetën tonë që ne nuk duam të ndryshojmë, është gjëja numër 1 dhe kryesore është ta komunikojmë këtë gjë me personin që në atë moment është më i rëndësishëm, në këtë rast që është bashorti. Por normalisht studimet kanë treguar që marrëdhëniet motër-vlla kur fillon dhe ajo faza e martesës, normalisht që ka një përparësi, le të themi, dytësore, që nuk... Ka diçka në fakt, edhe pse marrëdhëniet mund të ndryshojnë të paktën në këndvështrimin tim. Dashuria mbetet, po. Pa diskutim, përveç dashurisë, ka diçka që është, vetëm ata që e kanë provuar, e kuptojnë, është kënaqësia e të bërit të daj, dhe është një dashuri e cila ka përshtypjen vetëm ata që e kanë provuar. Që ndonjëherë dajat na i marrin, si që themi në gjuhë popullore, na i tërbojnë fëmijët. E më pas fillon konflikti me të rriturit. Por dua të them edhe një gjë të fundit, është që në fakt motra dhe vllai janë shokët tanë të parë dhe do jenë shokët tanë të fundit. Dhe kjo është një ndër gjërat më të bukura, sepse ndonjëherë misit me miq tanë përfundojnë, mos t'i kesh më, kurse misia me motrën dhe vllain do mbetet që në fillim deri në fund. Vetëm kur nuk ka prona në mes. Jo, së fundi vitet e fundit faktën ka një lloj moderimi Florit të kësaj. Duket gjë më e çuditshme në botë, megjithatë i kemi dëgjuar edhe këtë problem. Faleminderit Valbona që ishe me ne. Faleminderit shumë kënaqësi për ftesën.